Jemi gati? Zonja dhe zotrin, të dashur qytetare mbështetës tanë. Sapo e përfunduam mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me të cilën përmbyllëm një ndër proceset më të rëndësishme tona, atë të bashkimit. Antarët tanë me votë i dhanë mbështetje propozimit tim e të kryesisë për bashkim. Ka kohë që kam folur për këtë bashkim dhe kemi punuar fort për këtë bashkim. Sepse në politikë, sikurse në jetë, ka momente kur populli nuk kërkon shumë, kërkon vetëm një arsye për të besuar përsëri. Një shenjë që njerëzit që duan këtë vend, dinë ta kapërcin vetën, të bëhen bashkë dhe ta vendosin Kosovën mbi çdo gjë tjetër. Vjosa dhe unë kemi vendosur ta bëjmë pikërisht këtë. Të bashkohemi. Të japim vendit një shembull tjetër, një kapitull tjetër. Një kapitull me një Kosovë që ecën përpara, kur njerëzit afrohen me njëri tjetrin, kur flasin, kur bashkëpunojnë, kur dëgjojnë, kur e vendosin interesin e Republikës, mbi egot, mbi ndarjet dhe politikën e përditshme që i ka lodhur qytetarët tanë për shumë gjatë. Në këtë bashkim tonin do të garojmë në një listë përbashkët, me Vjosën si bartës së saj dhe kandidate për presidentet e Republikës, e mua si kandidat për kryeministër. Do të garojmë bashkë me 110 kandidat, si pjesë e një qëllimi shumë më të madh se sa vetja. Ky qëllim kërkon qetësi politike, kërkon siguri shtetërore, përfaqësim me dinjitet, punë të mëdha brenda e zë të fuqishëm jashtë. Megjithatë kërkon përgjegjësi. Përgjegjësi për atë që kemi para vetes, për vendin dhe shtetin. Për kohën që nuk guxon të na ikë më, për mundësinë e rrallë që ta nxjerrim Kosovën nga përçarja e lodhja politike e ta vendosim në rrugën e qetësisë, zhvillimit dhe dinjitetit shtetëror. Natyrisht kjo mundësi nuk i takon vetëm dy njerëzve, më së paku vetëm mua dhe Vjosës. Na takon gjithëve. Takon edhe ty. Ty që beson se Kosova ecë më përpara kur njerëzit bashkohen. Ty që beson te normaliteti, te shteti dhe te ardhmja jonë e përbashkët. Ty që nuk je dorëzuar kurrë me Republikën e Kosovës. Prandaj, hajde të bashkohemi. Hajde ta bëjmë Kosovën më të madhe se sa ndarjet tona. Hajde ta kthejmë besimin, qetësinë dhe dinjitetin në jetën politike të vendit. Për të bërë këtë, eja nesër të dielen nga ora 18 në Amët së Hall, në tubimin e bashkimit, për të nisur këtë rrugtim të bukur përpara. Aty, mes njerëzve të mirë të vendi, do të nisim një kapitull të ri për Kosovën. Një kapitull me më shumë besim, me më shumë avërsi dhe me më shumë përgjegjësi për Republikën tonë. Ju presim nesër të dielen nga ora 18.